salmonela s'pari jeton me ne. Nga pula, produktet e pulës edhe deri janë masivisht me salmonelë. Fast foodet përbëjnë rrezik në shumë gjëra sepse s'pari ne si konsumator nuk dim se çfarë po konsumojmë aty. Në shumicën e rasteve ose thuaj nëse në gjitha rastet sepse ne nuk dim çfarë pule po ushqemi nga ato xhirot e famshme ku piqet pula ose derri, se në dy rastet pula ose derr mbajnë. Ne nuk dim se sa ka shkuar temperatura në thellësitë e atij mishi kur ne konsumojmë, që minimumi duhet të jetë 70 gradë për zhdukur salmonellat, ose në salmonelen që ishte rasti i freskët është tifimorium dhe që duhen 75 gradë me patjetër. Por veç kësaj ne kemi diskutimet her pas hershme për vajin e atyre fast foodeve, i cili mund të ndrohet një herë në javë. Kemi probleme me produkte tjera shtesë, siç është keçapi apo mustarda apo salca, të cilat ne nuk kemi asnjë informacion se kush është prodhuesi, se sa është mbajtur, përbërësit e tij, sepse nëse themi një salca kosi nuk duhet të ketë asgjë tjetër. Nëse themi pastaj salcë apo salcë përzierë, ai ka dhe vaj palme. Ne duhet ta dim. Sigurisht ne se dim kurrë. Ne duhet ta dim që majoneza ka edhe vezë, ka produkt me origjinë shtazore, që përbën risk për konsumatorin. Pra, në vetvete, fast foodet edhe po të mos ishte problem salmonele, janë subjekte me risk të lartë për konsumatorët.